Vuaj e kam shpirtin copa. Po këto fëmijë me trauma po rritë dhe me trauma do ngelin. Rristë fëmijët e tjetër kujt? Fëmijët e mi ngelen në rrugë. Mbaje tjetrën, por të lutem, jepi dashuri këtyre fëmijëve. Të kem dhe burrin në urdhër mbrojtje, se ka frikë nga një grua. Thot, më ka dënuar gruaja, më ka rrafur, më ka bërë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube Odomos Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju duhet të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një nën, ajo është 40 vjeç, e cila fatkeqësisht prej vitesh është ndeshur me tradhtinë e bashkëshortit dhe pse ka falur disa herë, këtë herë ka vendosur ta bëjë publike historinë e saj për t'i bërë një mesazh të fortë partnerit sigurisht, por dhe të dashur së tij, sepse 2 fëmijët e saj e kërkojnë që babai të kthehet në shtëpi dhe mbi të gjitha, vajza që është me rritur ka probleme të shëndetit të saj dhe do një kujdes të veçantë dhe momenti që babai është larguar nga shtëpia, ajo është bërë më agresive dhe nëna është e vetme dhe nuk mund të kujdeset 100% për të bijën. Kjo nën kërkon lumturinë e fëmijëve dhe jo dashurinë. Kërkon që partneri t'i rikthehet në shtëpi për hir të fëmijëve dhe jo për dashurinë. Ajo ka vendosur t'i japi fund kësaj martese, por të dinë të dy së bashku të prindërojnë për 2 fëmijët. Quhet Sonila, është duke më pritur, më ka telefonuar disa herë ditën e sotme, do të jetë live me mua, do e rrëfej me detaje jetën e saj dhe do japi mesazhe të forta. Hap dritaren dhe ftoj Sonilën. Sonila, përshëndetje. Si e? Mirë, faleminderit. E dashur Sonila, dua të dëgjoj me vëmendje historinë e jetës tënde. Në pak sekonda që folëm të dyja, më thej që nuk dua ta fal më burrin. Do të thënë, ç'a ka bërë burri, ç'a ka ndodhur? Gjithë kjo histori që ke dhe një fëmijë që mundohem që mos ta mërzis, mundohem që ai fëmijë do vëmendjen e dy prindër, ndërkohë që baba nuk është fare sepse baba është vetëm me tradhtirat. Edhe pse kemi punuar dhe se kemi ndërtuar diçka për jetën e fëmijëve, edhe mu mi marrin të tjerët, nuk i merr fëmia ime, kupton? Unë kam punuar që e vogël, bashkë me ata, kemi ndërtuar, kemi bërë. Por një moment tjetëri ikën, vit për vit, para në 2019 pata fatkeqësinë. Në 20 më iku te Oslo, jetovi 2 vjet me një femër tjetër, bashkëjetovi. Rriste fëmijët e tjetër kujt? Fëmijët e mi ngelen në rrugë. Me gjithë vullnetin që kanë motrat, diçka aty tek pjesët e vllajt, i rrita fëmijët i nxora deri këtu. Erdhi momenti, do më lejosh të pyes? Po. Sa vjeç ke qenë kur je martuar me babain e fëmijëve të tu? 18 unë, 19 ai. Keni jetuar në çfarë vendi? Në Shqipëri? Në Greqi zemër. Çdo gjë kemi bërë në Greqi. Në moment që pata fatkeqësinë jam kthyer në Shqipëri. Kemi hap një biznesin ton. Biznesi jon janë taksiat. Edhe kemi ndikuar aty në komisariati numër 4. Pra, ju jeni njohur të dy, nëse dua të njoh jetën tuaj, ju jeni njohur të dy në Greqi, jeni martuar dhe keni jetuar fillimisht në Greqi. Po. Sa vite qëndruat në Greqi? Kemi jetuar nga 2002 deri në 2019 që u ktheva, fatkeqësinë që pata. Kur themi fatkeqësi, çfarë fatkeqësie, nëse dëshiron ta thuash? Kisha një fatkeqësi shumë të madhe, por... E qartë, nuk po të pyes më, e qartë, e kuptoj Sonila. Nga një fatkeqësi familjare, vendosë ta lije Greqinë dhe të vije me familjen tënde në Shqipëri. Të kthehesha këtu dhe të filloja të ngrinim biznesin, të mbanim fëmijë. Diku punoja dhe taksi si shofere, që ngritën punën, punova taksi, punova në gjitha vendet, punova të zyra si operatore, dhash ndihmë më të madhe për tek puna, kur vjen momenti, burri, baba e fëmijëve, mori klientën. Në 2022 u lidh me një kliente te Oslo, te rruga Bardhyl, 2 vjet. Bashkëjetovi me ata. Po si tani të lutem, iku nga shtëpia jote dhe vajti me të dashurën? Po. Po si e fale ti? 2 vjet, e fale për hir të asaj vajzës. Vajza, dhe pse unë e mbaj shumë, ajo duhet të thënë, dhe pse i japim dashuri unë dhe djali 13 vjeç, e mbajmë afër, e nxjerrim me lajm, me shplajm, ato që duan si e diti si nën, ç'a do fëmia, ç'a do vajza më shumë.
Në të gjitha, pas të gjitha unë. Atëherë, Sonila, edhe për njerëzit që nuk e din këtë histori, ju jeni nëna e 2 fëmijëve, e një vajze dhe një djali, ku vajza ka probleme. Vajza ka lindur ka lindur në Greqi dhe ka lindur me probleme. Foli shumë e vënushme, heci 5 vjeçe, edhe janë djegur që vizat e trul pak nga temperatura, ose punoja shumë orë, edhe baba vetë nuk po kujdese shumë, e lija në kopësh, këte janë, dhe si një nënë që du bëjë sakrifica për para. Vajza ka kaluar temperaturë të lartë kur ka qenë e vogël. Po, dhe i ka lënë pasoja. 3 vjeçe. Sa vjeç është sot vajza? 22 i bën në tetar. Është le të themi e paftë të kujdeset për veten e saj. E paftë. Lëvizet, po ti lesh bashkë, zihen me të vllajën, nuk i hapë rrugë, tani bën gjëra akoma më keq që baba nuk është me ne. Edhe të njëjtin gjë bënte në 2022 kur baba u largua 2 vjet, që na braktisi, rrifte fëmijët rrugës, bënte gjeste që nga i nati atit na e hanim ne, kupton, mërzitjen, gjujtjen, gjërat e shtëpisë shukte. Më kupton? Do të babën në një mënyrë sa arrita dhe unë ti ulesha të bëhesha, jo as i femër do ta bënte besoj, u ula dhe u bëra ti kërkoja falje unë, sigurisht unë fajtore, jo ai, edhe ti thosha të lutem ktheu tek fëmijët që janë që të kërkon ty vajza. Okej, erdhi një moment, unë nda me atë situatë dhe me ata u rraf, nuk di qa u bë, punët e tyre, u kthy në shtëpi, i hapa derën për hir të fëmijëve. Shkuam 1 vit të mirë, 2 vit mirë ke puna, ngritëm punën, vazhdojmë të punonim, prap filloi me klientën tjetër, është te orët e Xhafur. Klientja është punon në shtet. Edhe unë vetë, klientja di që unë jam nëna 2 fëmijëve, e di ku ka hyrë, e di se qa po shkatron, edhe nuk hej dorë. Edhe i kam dhe me fakte, të gjitha. Me fakte që s'mund të hynë hak njeriu që t'i them, më ke hyrë për më shkatron familjen. Unë kam arrit deri aty që të ulem dhe t'i them, të lutem largohu. As një femër nuk e bënte, që t'i them një femër tjetër largohu. Duke me di që ajo femër është duke shkatruar një familje me një vajzë që nuk është normale, që i do të 2 prindërit. Ajo do kujdesin edhe të babës, edhe të nënës. Do edhe të timin si nën, ta pastroj, ta mbaj, ta edukoj, ama do dhe të babës i të nxjerrë një herë para kullore, ti nxjerrë, ti edukoj, po jo të avej kundra mamit, baba. Baba ti bëj fëmijët kundra nënës. Nuk ka më keq. Ai ka ikur nga shtëpia. Ikën nga shtëpia, shkon në 5-6 ditë në Greqi. E kemi gjetër edhe te komisariati se me çka ka ikur, te Timsi kur ka kaluar ato thue doganën, por ikën 5 ditë, ikën 10 ditë, ikën 20 ditë, e nuk do t'ja di fare, edhe blok na bën mua dhe fëmijëve, edhe s'do t'ja di fare, a keni ngrënë, a jeni gjallë, apo keni vdekur. Kash. Që do thot martesa juaj pas ka marrë fund? Po, tani kam hapur një gjyq, po prapë fëmijët i kam të mërzitur sepse janë në një moshë shkallore që djalit për shembull i vjen zor nga komshin, i vjen zor nga shokët, goca po është e madhe, thotë kjo gjë nuk do ndahet kurrë se unë nuk u le, edhe shumë gjëra të shtëpisë akoma, ta tregoj edhe derën si e ka thyrë, derën e madhe kryesore me çelca. Baba thotë që nëna i rreh fëmijët, por po heq një situatë shumë të madhe dhe të keqe prapë. Se nuk është kohë. I qartë, nuk e mundur do të flasësh me burrin tënd, se ende nuk e divorcuar ligjërisht. Okej, ka mbaruar martesa, por ju mund të prindëroni të 2 për ata fëmijë, nuk e mundur do të gjesh një gjuhë të Jam ulur, se të ndërpreva jam ulur me mira herë, edhe sa kam arritur të them, okej, mbaje tjetrën, imagjino ta them unë vetëm se të shikoj ato fëmijë që të lulëzojnë dhe të qeshin, dhe kam arritur të them mbaje tjetrën, por të lutem, jepi dashuri këtyre fëmijëve. Mua nuk më do, okej, hap krahun, po mos na shaj, edhe jepni detyrim që të hanë fëmijët bukë dhe unë të kem, të çoj plazh, jo vetëm me motrat e mia dhe me mamin tim. Sa doroj mamin ime që të më mbajnë mu fëmijët e filanit. Sa doroj mami ime, po sa dorojnë që ka hallet e tjera, për shembull të mbaj fëmijët e mia akoma 22 vjet martuar.
Por, çfarë të tha kur ja the këtë gjë? Që okej, s'më do ik, po të paktën Nuk kam tjetër, je smur, je psiqike, do të çoj psikolog, okej, le të më çojnë psikolog, unë jam e hapur, unë nuk them kur jo për fëmijët e mi, për familjen time, bëj çdo gjë, le të më çojnë ku të duan. Një nënë nëse është e smur, duket s'ka nevojë që ta çoj te psikologu, duket. Jo, po nëse burri i ikën 2 vjet nga shtëpia dhe jeton me një tjetër, ai s'ka si ta mohoj këtë gjë. Është hera dytë kjo, në 2022 po 2 vjet, edhe tani kemi 1 vit që po e vuajmë këtë gjë. Edhe vetë në shtet thot nuk ka ligj. Avukati ti thot nuk ka ligj që të kapi ligji se po të tradhton burri. Po dërgoh fëmijët çajin, lotët e fëmijëve kush i fshin? Kam 1 vit e ca. E dashur Sonila, dua të shpjegoj. Realisht nuk ka ligj që të dënoj një baba ose një nënë. Jam okej, mos të ketë ligj. Por ka ligj që kur ndodh divorci, babait i jepet detyrim ushqimor që e ka të detyrueshëm ta paguaj. Po, më thot edhe këtë, që ti kërkove divorcin, po do marrësh 100.000 lekë, nuk do marrësh më shumë. Të bën edhe këtë ironin. Nënën e fëmijëve që mund të rrisi 2 fëmijë, edhe nëna përballet me të mira, me të këqija, siç ta thashë më para. Një nënë është hero që rrit 2 fëmijë kur baba nuk ka qenë kurrë për ato fëmijë. Edhe nëna është një luftëtare dhe e fortë. Edhe unë këtë gjë e them edhe për gjithë gratë, që një nënë, për shembull që baba braktis disa herë, ajo nënë është shumë e fortë dhe forcën e nuk e di nga e gjen, që të përballet me çdo gjë. Shkollën nuk ja u di ku kanë fëmijët. Të çojë atë vajzë diku të argëtohet nuk e din. Shkollën e djalit nuk e din. Se çfarë përballet fëmia, djali 13 vjeç, ka bërë gjëra të tjera në shkollë, nga mërzitja, ka qarë. Ka qenë i mërzitur, psikologën merre unë, kam çuar djalin psikologe, kam çuar këte, i kanë dhe i këte, po pse? Baba kur mundet, këto fëmijë erdhën të jetojnë, nuk erdhën të ngjojnë llafet atora, të ngjojnë tradhtinë e babës. Okej, ta kisha bërë atë tradhtinë dhe i thoja më fal, vetëm fëmijët i shikoj të lumtur, e nuk do më duash asnjë burr në botë para fëmijëve. E dashur Sonila, kështu ka qenë martesa juaj që në fillim? Që në martesa që 2009 që filloi të hapshim atë firmën me taksit elektrike, filloi të thyesh, por 2019, si sa shpjegova, zotëria mori zemër dhe na braktisi asheqare. Pra, në 2019. Deri në 2019 martesa jote ka qenë e rregullt. Po, në 2019 pastaj në braktisi fare, se unë nuk isha njeri më ngrohtë. Sa po ta thash. Kur ai të braktisi për herë të parë, e kuptoj, ndoshta nuk e bëre për hir të dashurisë, por e bëre për hir të fëmijëve t'i hapje derën. Pas viteve dhe ti lutesh e të kthehesh në shtëpi. Ke folur me njerëzit e burrit, vjeri, motra, vëllezër, se besoj dhe ata nuk duan të vllai tyre. Nënën nuk kanë tërzi, motrën nuk ka, vllai vet, deri diku i thash, i vllai jot e din shumë mirë vllai vet, se punonte me mua aty dhe i thash deri diku vllain tënd dhe shikon se çfarë po bëhet. Më rikra mua si vlla, të rrisum fëmijët. Edhe unë nuk dua burr tjetër dhe t'jem ke puna, se më ka hequr nga puna, ka marrë urdhën mbrojtje se kur e rra fun. Edhe më ka 50 metra nga puna, 50 metra nga shtëpia, edhe bën si gjeni, 2 metra burr dhe thot mos më afro se kam urdhën mbrojtje. Ku shtet është ai që 2 fëmijë ti mbaj pa lek, të kem dhe burrin në urdhën mbrojtje, se ka frikë nga një grua 1,70, 1,60, burri 2 metra, edhe të bëjt supin, unë jam me ligjin, se ligji të kap të fut në burg. Kush është ai bab? Baba nëse bë... Po, ma sero tani pak të situatë. Kur ka ndodhur kjo? Çfarë ndodhi atë ditë që ai të denoncoi në polici dhe më pas u pajis me urdhër mbrojtje, sikur ti e ke dhunuar? Kur ndodhi? Ndërkohë që unë isha në zyra dhe ngrija telefonat, përgjigja klienteve. Përshëndetje, ku duhesh taksia, bëja detyrat si një punëtore bashkë me fëmijët e mi tek zyra, po tek puna që kemi të përbashkët. Kisha edhe vajzën sepse fëmijët i marr me vete se nuk mund t'i lësh shtëpi se zihen për diçka të vogël e bëjnë të madhe dhe rrifen, si gjithë fëmijët në thojza, se gjithë fëmijët e bëjnë atë punë. Ishte ora 8 e masditës dhe më thot, ndërkohë që ishte lidhur me këtë zonjën tjetër, dhe më thot mua, i kishte filluar pak çarja. Nuk vinte shtëpi, ikte, për shemb Valentinin që kalovi iku në Borov,
na fiku telefonin, mbajta punën, mbajta fëmijën, nuk bëra zhurëm, thash, nuk dua t'i arrit gjërat deri atje ku kaluam, unë si nan do ulem, okay. Më thot ora 8 e masditës, çfarë do aty? Më mori ke telefoni punës. Edhe I them, po, u zgjodha, ik largohu që aty, çfarë do ti aty te puna ime, zhduku mos të shoh ke puna. Ndërkohë fëmijët aty dëgjonin telefonin me vavoçe I punës, se nuk e mbajnë në vesh. Por të pyes pak, atë punë, ai e keni ndërtuar gjatë martesës, është dhe e jotja, është pjesë pasuri dhe e jotja, nuk është e tia, 100%. Bashkë. Bashkë, unë nuk e quaj të timën, e quaj bashkë. Kemi punuar, kemi ndërtuar çdo gjë bashkë. Sepse nëse ju do kaloni në divorc dhe do ndodhi divorci, ligjërisht gjithë pasuria do ndahet, nuk është e tia. Këtë gjë duhet ta di ai. Nuk ka problem te pasuria. Unë sa më dhem shpirti se çfarë po heqin fëmijët, nuk më intereson pasuria. Mua gjithë të pasuri, ose në thojza, jo e gjithë, pasuri si gjithë tjerët që jetojnë, mua nuk më duhet fare në xhep. Le të vitimare dhe shteti do kushtedoj. Unë dua buzëqeshjen e fëmijëve, që njëri po më thotë të hidhen nga kati tret, tjetri do të vras veten dhe I shikoj një qan nga dhoma tjetër, një nga tjetra. Unë nuk dua pasuri, dua lotët e fëmijëve të mi t'i thanë. Nuk dua të vitimare dhe të shteti dhe të kushtë të doj pasurin. Jam e gatshme të them, hajde I merrni tullat. Nuk dua tullat, as nuk dua makinat. Dua lumturinë e fëmijëve që I bëra jetën si gjithë njerëzit të bëj 2 fëmijë edhe t'i bëj të lumtur. Jo, është e smur akoma u vajza. Vajza ime nuk do sharr, po tere tradhtiv të babës apo të sjellë femër tjetër në shtëpi. Na thot largohu ti. Edhe këtu, sa t'jem unë gjallë, nuk bie do të femër tjetër, se janë shpatullat e mia. E dashur Sonila, por çfarë ndodhi atë ditë në orën 8 të darkës? 8 të darkës më thot largohu nga puna dhe mos të shoh aty sepse është puna ime. Okej, marr fëmijët, erdhi operatori, ja dërzoi telefonat, marr fëmijët edhe vi në shtëpi. Por kishit bërë sherr, besoj kishit bërë sherr përpara përderisa të morin telefon dhe të tha ik. Jo. Kishte gjetur tjetrën, jo sharrë, se sharrë nuk ishin bërë akoma dhe nuk I kisha lejuar të bëja sharrë. Ndërkohë që nuk vinte në shtëpi, edhe mua nuk do të më shikonte ke puna dhe më thotë largohu që aty. Marr fëmijët dhe vi në shtëpi dhe në katë të dytë ishte ai, në katë të tretë jetoj unë me fëmijët. Edhe I them, por çfarë duhet të largohem nga puna se kam 2 fëmijë për të jetuar dhe për t'i mbajtur dhe për të punuar për të si nën, që duhet punoj që të jetoj me fëmijët. Jo ti s'do vish më ke puna ime. Ndërkohë më shtyn që I largohu, nuk dua të jesh tu afër. Edhe pak fare ka këtu te bluzja që të mbahesha tek shpatlla aty. Në orën 12 të darkës më shkon denoncon te komisariat numër 5. Edhe më merr të mines, më marr në komisariatit më thon hajde këtu. Nuk kam bërë gjë them që të vi aty, çka ka ndodhur lutem? Jo, po ti do vish këto. Për çfarë arsye? Sepse thot më ka dhënuar gruaja, më ka rrafur, më ka bërë. Edhe mori urdhën mbrojtje 6 muaj. Me fjalë në 17 gusht I ikën urdhën mbrojtjes. Që I s'ka donë? Po, në moment që ishte në urdhën mbrojtje, një ditë të bukur, para 2 muajsh, shkon prap te komisariati numër 4 me atë që jeton tani, që mendon ai se është klientja jone. Shkon ajo më fut një denoncim, më thot më përndjek. Ja kam thënë policisë telefonin tim, I kam thënë hapni kamerat, nëse unë si nën kam dalë natën, kam përndjekur njerëz, më fusni brenda direkt. Ja kam bërë duret kështu. Pra, burri jot aktualisht ka ikur dhe I bashkëtor me këtë zonjën. Është ndarë me ty. Rri poshtë ka këtë dytë, po vjen një herë në javë shtëpi. Një herë në javë, një herë në 3 ditë. Vjen kur të doj, kur të doj me një fjalë. Sonila, ai jeton në katin e dytë me të dashurën dhe vjen te shtëpia jote? Jo me të dashurën. Tani në këtë momente që ai bashkëjetonte në atë, në katin e dytë ka marrë rrobat dhe ka dalë poshtë. Që të ri vetëm. Edhe mbyll derën në 7 çelësa që mos të hyjë as unë as fëmijët. Po mirë, ai... Unë jam në katë të tretë, ai është në katë të dytë, jeton vetëm. Edhe pretendon që ligji do t'i japi shtëpinë dhe ai do jetoj me tjetër edhe unë me fëmijët lart. E dashur Sonila, pra, me sa po kuptoj unë ai do kërkoj divorci, të ndahet me ty dhe ju të ndani dhe pasurinë, ai të mbaj shtëpinë ka 2, ti shtëpinë ka 3. Por një gjë s'kuptoj unë. Mirë me ty, i ka dhënë fund martesës, por ai nuk do as fëmijët e vet?
as fëmijët, jam lutur gjithë këto vite dhe po ti shikosh telefonin dhe pse është më urdhër mbrojtje dhe e marrin fëmijët na 7-8 herë në ditë, i thon hajde mi nxjerr, i gënjen sot, do viti të marr babin në mëngjes, këto bën gati shkretët, i laj i vesh, nuk vjen të marrin. Kështu i gënjen, detyrohem unë s'kam i nxjerr. Se do t'i nxjerr? I jip makinë ose motor diçka tjetër që kam, i nxjerr. Sepse kur i gënjen ato të shkretit presin, nuk janë si ne. Hajde se më gënjevi mua. Ka një vit e ca. Në këtë moment që është lidh me tjetër, nuk i kanë nxjerr as për drek, as për darkë, as në plazh, as ti gjë. Po fëmijët janë pushim, duan dhe ata diçka. Çfarë do t'rregoj djalin në shkollë kur të vej? Këtë do t'rregoj djalin në shkollë. Nuk mendoj tradhtin time që më ka tradhtuar ai, po mendoj vujtjen e fëmijëve çapo heqin. Nuk kam asgjë në veten time që po mërzitem, se çdo gjë do kaloj, kam kaluar, po jam bërë fort në helme të mëdha që më ranë në jetë, por do të bëm akoma më fort që fëmijët e mi mos i braktis dhe mos i lesi që la baba. Edhe pse ndonjëherë jam shumë mërzitur se vuaj nga gjërat e tjera, vuaj e kam shpirtin copa, një diçka e madhe që më ka rënë, por prap tek fëmijët nuk e jap. Çoham zvarr dhe i nxjerr një apullore, një drek, ku si çoj? Ku nuk i çoj? Edhe në Greqi kam ikur vetëm me fëmijët, vetëm tek motra, që vetëm fëmijët mos të mërziten, që ti ki bëj rrugë, se fëmijët e kanë trurin shumë të ngarkuar nga budalliqet. Nuk i kemi nga Zoti, se na dha Zoti një smundje. E qartë. Mua o pa atyt, e ka vetëm nga qefi. Nuk të dua ty unë da marrë një më vogël, vjen dhe bën edhe kështu tilla mes të fëmijëve. E kam gjetë të re, unë goca 22 vjeçe. Si mund të thuash ato fjalët syt gocës 22 vjeçe bën goca në tetor? Si mund të hakrosësh ti, të duket tradhtia aty në syt të fëmijëve, të duket gjë e mirë, po këto fëmijë me trauma po rritet dhe me trauma do ngelin. Nëse pastaj djali do bëhet i dhunshëm, do bëhet se ka parë çdo gjë. Djali deri tani djali bëhet i mërzitur. Është e turpshme, nëse edhe më fal pap, edhe më thot kështu, që s'ka ligj, që çdo që të më bësh ti mua, unë të fitova aty, të mora urdhë mbrojtje, po sa të më iki urdhë mbrojtje do të marr prap. Po a ka shtet, le të vi shtetit, më marrin mu telefonin, le të vi të shikoj diçka tek ai. A ka shtet? Çfarë është këtu? Çfarë është? Bën çfarë do njeriu. A ka shtet, le të vi të shikoj të nën si po i rrit fëmijët, edhe të shikoj të tjetrin, se ku ikën dhe si ku nuk ikën. 5 ditë në Athinë, 5 ditë në Selanik, qefet e veta, dhe këto fëmijë nuk i shikon njëri. Edhe nëna si thot je smur, je psikiatrike, je tër njerëzve, tër klientëve i thot që nëna është e smur. Edhe tër klientët më duan dhe po të pyesësh, edhe gjithë shoferat, klientët që kanë pak kontakt atje, më thon kur do vish në punë dhe kanë respektin më të madh edhe dalë dhe pi dhe kafe. Me njerëzit që kanë punuar. Vetëm ky shpif edhe thot gjykat, më thot gjykat që jam e dhunshme dhe kam rrafur tër njerëzit. Po unë i kam dalë zot, edhe kur e kanë rrafur shoferat atë, unë i kam dalë zot si burr. Jo, nëse ti do ishe një grua e dhunshme, se ka një problem, nëse ti do ishe një grua e dhunshme, ti do ishe një grua që kishe probleme psiqike, gjykata do t'i merrte fëmijët, nuk do t'i linte ty. Logjikisht. Normal që po, do ja i vetë, nëse unë do isha në një gjendje, më fal, se tonë prova. Nëse unë do isha një gjendje smur ose diçka, edhe do i thosha vetë, të lutem më ndihmoni, më merri këto fëmijë, se unë jam e keq ose jam këtë nivel, do kërkoja ndihmë për psikologe, do kërkoja gjëra të tjera për veten time. Jam aq. Nuk do isha këtu të rria na ditë vetëm, që 2009 kur kemi hapur ato taksit, a kur nuk ka fletë me mua ndarë në shtëpi me fëmijët. Kur nuk ka qenë babë, ti çonte nëpër spitale, ti merrte, ti nxirrte, të mirat, këqijat, unë si nën. Edhe kur na nxirrte, na jepte lekët, shkoni 3 ditë pushime se unë kam punë. Tani sa mirë ikën me pushime? Unë e gjitha problemi e di ku është, nuk është tradhtia sa më tradhtoi ai. Është tek fëmijët, te vujtja e fëmijëve, se fëmijët tani janë në moshë madhore dhe kuptojnë çdo gjë. Mund t'i linte me një anë ato budalliqe, edhe të vazhdonte jetën me fëmijët, edhe mua mos më donte okay. Edhe tani në këtë moment mos më doj mua të marrë fëmijët e vet, të vazhdoj t'i mbaj siç i mbaj unë. Jo t'ju shaj nënën fëmijëve. Ti thot llafet më të këqija për nënën, se nëna po i mban ditë, natë, të mirat e këqijat e gjitha. Po mirë. Edhe kur ka çuni probleme te shkolla, nëna hidhet motor dhe vetëm me sekonda ja zgjidh hallin djalit.
Po. E di që je lënduar si një grua dhe si një nën, por duke ditur që djali është 13 vjeç, kur shkëmbehet në shkallë me babain, çfarë i thot ai? Është shumë e mërzitur djali. Më thoshte Djali njëkohësisht më thoshte mama, ka ligje, ka shtet, vetë ti them që mos të vi fare këtu, mos ta shoh të shkallët se nuk mund ta shoh. Një moment tjetër djali pastaj u mërzitë dhe thoshte, mam, është turp, mos e bëj gjyqin. Është turp, më thoshte mua. Jo, me mam, nuk e bëra gjyqin, i thash djalit. Goca pastaj vetëm qante, se goca nuk di ta shpreh, nuk di ti ndaj të mirën, të këqin, ose qa shef, ose ti thot babës lera të tjetrën, e shef e shkreta, po vetëm qanë, nuk ka të guximin, nuk është në gjendje të përballoj të ndaj një gjërat siç ndan çuni. Ajo që dua të pyes Sonila është që e dashura e tij aktuale të ka akuzuar sikur ti e përndjek dhe ajo është pajisur me urdhër mbrojtje? Po. Jo, asaj nuk ja dha komisariat numër 4, po më thirrën mua dhe unë paraqita çdo gjë që kisha në telefon, edhe ajo çdo gjë që i kam kap dhe të palmanova bashk, jo si kliente. Ai e mendon se është klientja. Po ai me atë ka ikë në Greqi, e ka çuar në fshat, se ne kemi edhe një shtëpi në fshat, e ka çuar në fshat edhe di gjithë fshati lart në Gramsh. 2 fshatra, 3 fshatra e din që ai e çoi atij me vllajën e vet dhe me bashkëjetuesën e vllajit vet. Vllai vet ka një bashkëjetuese e mban në shtëpi, po nuk janë martuar akoma, edhe ajo i jep krah asaj të res. Me fjalë tjetrës, personit tjetër që ka hyrë në mes. Bashkëjetuesja e vllajit vet i jep krah asaj, dalin për dreka, për darka dhe vllai vet ka braktisur nipin edhe vajzën, me fjalë gocën. Besën edhe nipin e vet i ka braktisur Xhaja, vllai i burrit. E qartë. Bashkuan bat me të ren që ka gjetur. Pra ti nuk e ke mbështetjen as edhe nga Kunati. Me sa po kuptoj. Kunati më hodhi krah. Ishte njëkohësisht ishte me mua, më thoshte unë 30 ditë aty të më nuk e fal, ndërkohë hodhi krah na braktisi edhe Kunati. Edhe Kunati tani futi bashkëjetuesën e vet, qëllimi ishte ky, të fuste bashkëjetuesën e vet tek puna ku jam unë, në orarin tim, edhe mua tani më është urdhër mbrojtje që të më largonin. Edhe ish bashkëjetuesja që është tek Kunatit, shkove të më merrte urdhër mbrojtje, po nuk ja dha gjykata. Ja ka shuar në sekond. Në sekond sepse u bë një gjë bajatshme. Hajde njëri merr urdhër mbrojtje, hajde tjetri, a kishte shtet, a ka ligj? Se kur të vi unë të marr urdhër mbrojtje për ty ose ti për mua, flitën dy gjëra, kontrollohen diçka, sa prandaj është shteti. Jo, hajde me urdhër mbrojtje, dua të marr urdhër mbrojtje ndaj Sonilës, njëri dal tjetri, të gjithë më thrisin mes natës. A isha nën, unë do griesha 12 natës të veja të komisariatit numër 4 se më merrshin telefonë dhe më kërcënonte. Ja them edhe emrin, po kisha një avokat dhe më dolin krah dhe nuk më la të dilja natën nga shtëpia dhe më thot avokati im, ki bërë gjë? Ki dal gjë? Ki kërcënuar gjë? Jo, jam e gatshme të hap një krah kamerat e Tiranës, të jap edhe telefonin edhe të them dhe vendin ku isha. Që nuk kam kërcënuar njëri, vetëm thjesht kam qenë mërzitur edhe nuk kam ndjekur asnjëri dhe as nuk kam vrarë njëri. Të më veja ai, zotërotja, baba e fëmijëve që ka pak një grua të ndershme, punëtore, 23 vjet në krevat, të më vetë të denoncoj me tjetrën na shumë më rand. Edhe të më ngrej natën në mund zvar, të shkoj te komisariati, për çfarë? Se të më bëj keq edhe të fitoj me tjetrën. Kështu bëhet jeta? Jetën mund të thuash gruas, të lutem, mbaj fëmijë, unë jam këtu për fëmijë, bjeri telefonit në ditë, jo t'i bëj blok fëmijëve edhe nënës fëmijëve. E rëndësht, sikur dhe e keqja e botës thjesht ti ngelesh nëna e fëmijëve të ti. Çfarëdo që mund të jetë ka ndodhur në marrëdhënien tuaj në çift, ka ndarje, ka divorc, por aman respektohen. Ka disa limite që respektohen dhe jo, respekti është zero. Respekti është zero. Më fal në thojza, se nuk do ta them, ropt ku ti kesh, do të vras, do të çoj të vllai jote mes natës. Çfarë ke menduar ti? Sepse për mua du të bësh divorcin, në mënyrë automatike, nuk ka kuptim të ta falësh dhe ta pranosh prapë si burr në shtëpi. Jo që ai ka një tjetër, du t'i japësh fund kësaj gjëje. Je drejtuar gjykatës për divorc?
Jam drejtuar gjykatës dhe kjo më bën të përshtypje se ai një gjykatë qeshte dhe unë lotët të mia nuk pushonin si nëmë dhe bëja të pamundurën në gjykatë qeshte dhe thoshte asgjë nga këto që thot nuk është e vërtetë se unë ato kam kliente edhe lek fëmijëve u kam dhënë. Unë e them se sa ju ka dhënë? Ju ka dhënë 20.000 lekë në javë, ju ka dhënë 50.000 lekë në muaj, po fëmia nuk mbahet me 20 edhe me 50.000 lekë në javë ose në muaj. Fëmia unë të dalë tani me 2 fëmijë i dun hajde të 30.000 lekë, 50.000 lekë, se janë 2 fëmijë të rritur. Një rrobë, një gjë, nuk e do fëmijë. Po kurse anglishte, djalin, sport, po gjë, nuk do t'i nxjerr vajzës syzet ka goca për pas syze ka një vit që kur ka ikur, se u thyn syzet dhe baba nuk ja u bën. Po syzet bëjnë 800.000 lekë. Nuk kam të bën. Edhe po merrem avokat. Ai mund të pretendoj shumë gjëra, por një gjë është e sigurt, në momentin që ndodh divorci, duke ditur që vajza vërtet ka kaluar mbi 18 vjeç, por ka probleme, do të thotë ai do paguaj detyrim për atë vajzë, unë jam e sigurt që gjykata do vendosi të përjetshëm, në mënyrë të barabartë edhe ti edhe ai, sepse vajza do kujdes të veçantë. Nuk mund të punojë, nuk është vajza nuk mund të është e paaftë. Vajza e ka dhe letrën. Ai thotë që unë vetëm për djalin do të jap 150-200 e ti do rish se ti e deshe vetë, thot unë jam ai, bën edhe në gjeste të tilla, ti thot e kërkove vetë divorcin edhe ti të ngelesh në rrugë, thot, sepse unë nuk të ndihmoj, se gjykata do t'japi 200.000 lekë ty për djalin. Po goca është e paaft. Vajzë normal që e mban nëna me gjithë. Ai le të pretendoj çfarë të doj, por gjykata është shumë e kujdesshme kur bëhet fjalë për fëmijë dhe sidomos për vajzën që është e sëmurë, që do një kujdes të veçantë që do të thotë shpenzimet atij fëmije do jenë nga ju të dy. Dhe për djalin padyshim që ai do pagojë deri në moshën 18 vjeç. Kam edhe diçka tjetër. Ai vetë merr urdhën mbrojtje që të më largoj që unë mos të kthehem më tek puna. Po nuk harroni diçka që puna është e përbashkët. Ai nuk mund të më heqë mua dhe të marri një që të më thënë në thojza, nuk e ka punat, po është bashkëjetuesja e vllait vet dhe ta ulin në vendi ku kam unë. Unë nuk po them që jam në një vend o jam në shefe ose bëj diçka. Po shefja je, pronarja je pronarja. Jo, unë nuk kam thënë kurrë. Jam 30 shofera dhe nuk kam thënë asnjëherë dhe të gjithë dorën qafë duke i qeshur, duke respektuar si punën që bëjnë edhe njerëz, sepse nuk jemi kafshë, jemi njerëz. Edhe të vesh kushdo i shtetë të vej e të pyesi a është e dhunshme zonja, të ja them dhe emrin, të pyesi nëse ka shtet, mos të marri përballë vetëm të Algercedes, po vetëm marri dhe mua si Sonil, të pyesin edhe jo të gjykojnë një nën, të braktisin një nën shteti me 2 fëmijë, edhe një vajzë që në thojza është nuk është normale është, po nuk është normale të i përballet jetës vet, dhe duhet të ketë nënën mbrapa. Edhe shteti të mbaj një 2 metro gallov burr edhe të qaj burr dhe mbrojtje nga një femër që lufton për fëmijët. Është gabim shteti këtu dhe nuk është Sonila. Edhe nuk është kjo nënë e fëmijëve që po vuan kaq vit nga 30 i atit, e thot mirë ta bëra. Ja fale një herë, ja fale 2 herë, ja fale 3 herë. Aty ai e ka shesh me lule tani, sa thot prap do ma fale. Por problemi është këtu tani, se unë dua të dim të fëmijët se fëmijët nuk i kam në gjendje, i kam shumë të mërzitur. Unë si nën tani nuk po kërkoj lekët atita, se lekët janë të fundit dhe pasuria, siç e thash. Dua një ndihmë, si mund t'i nxjerr nga kjo situata erë që më kanë hyrë fëmijët. E dashur, unë nuk dola për lek dhe nuk dola punën aty e kam, do 1-2 nesër pas nesër mund të shkoj që puna ime kur ti ki urdhën mbrojtjes atit, sa i nuk do marri prapë urdhën mbrojtjes, se shteti nuk u marros nga mend që t'i japi prapë urdhën mbrojtje atit. Ti kur të bësh divorcin, do bësh dhe një gjyqndarje pasurie. Gjitha e pasuri që është, unë e kuptoj që ti si nën nuk t'intereson pasuria, t'intereson lumturia e fëmijëve, por dhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme që duhet ta dish, nëse arrini në divorc dhe gjykata do vendosi që kujdestarinë e fëmijëve do e mbash ti, ai do pagoj detyrimin ushqimor, le të pretendoj çfarë të dojë ai, e vendos gjykata, nuk ka ku shkojë ai. Edhe nëse ai nuk do t'i paguaj detyrimet ushqimor, si për vajzën dhe për djalin, i bllokon biznesin gjykata. Për zyra për marimone. Këtë gjë ai do ta di. Unë kam edhe diçka tjetër. Do të dëgjoj, por dua të them dhe këtë, dhe në momentin që ndodh divorci,
bëhet dhe gjyqi tjetër që do ta sqaroj avokati jot, ndarja e pasurisë. Le të thoj ajo është puna ime. Ti largohu, zhduku nga puna ime. Ajo pasuri është vendosur kur ju keni qenë të martuar dhe do ndahet. Nuk ka, le të pretendoj çfarë të doj. Babai i fëmijëve të tu është gjykata që e vendos këtë gjë. Prandaj po të them, këtë pjesë do ta sqaroj dhe avokati dhe duhet ta çosh deri në fund. Çfarë do më thoshe? Kam një diçka. Si nuk pas ka ligj edhe arrin gjykata të heqin nënën nga puna dhe nga buka e gojës të fëmijëve, sidomos një femër gjyqtare, të marrë për bazë fjalët e një burri që qana dhe bën shtirët para femrave dhe e mbron si qa jam unë një kriminele, po një nënë që kërkova vendin e punës të ulëm të ushqej fëmijët. Kur gjyqtare është ajo, e ja them dhe me emra, që të mbroj ti gjithë faktet kur e rafa, kur e dhunova, kur e kërcënova dhe kur e ndoqa nga mrapa. Ka shtet. Si mund ta largosh një nënë ti nga puna, që një nënë akoma që ka një vajzë që nuk e din dhe vetë e mban përdore kur ikën ja kalon rrugën, e mban përdore për shumë gjëra tjera në jetë, edhe e mbaj para mbrapa kudo që iki vetë. Nuk bëj unë jetë dhe nuk dalë unë asjet nata si gjë mbaj fëmijët me vete, edhe nata kudo që ti ke ngrej djalin nga gjumi dhe marrë me vete. Edhe kur nuk më shikon njëri vetëm pa fëmijët. Edhe nuk ha dot asgjë, të përtyp dot një diçka ose dal për dreka vetë dhe më duket sikur se s'kan hangur fëmijët si të ha vetë. Atëherë, si një gjykat ose një shtet, ti thot nënës largohu nga puna ti, nga vendi i punës, që nëna aq më mirë, unë atje të mbaja dhe mendjen dhe fëmijët do t'i argëtoja se fëmijët më vinë mas vetës, jo të shriu në shtëpi mbyllur tani me fëmijët, se jep gjykata urdhër mbrojtje 6 muaj personit edhe nga ika nga shtëpia dhe nuk na jep lek dhe na dash ka femra të tjera. Kush ligj është ky? Këtë dua të di unë. Logjikisht me që unë jam e smur, thot ai. Kush ligj është ai që gjykata nuk e vendos dhe nuk kontrollon diçka nga ato që thuhet në thojza në një mashtrues, por hedh nënën me fëmijë poshtë, që nëna duhet mbajtur e para. Nënës duhet t'i japësh një drejtim para, pastaj mbrojmë tjetrin, qoftë ishte i dhunuar tjetrin. Nëna mbrohet e para. Kushtet është ky që të hedh ty poshtë me fëmijë smur, të shkel me këmbë, edhe kaloj unë atje dhe mos të shkoj te puna ime se më thot mos u afro këtu se të mora policinë futa në burg, edhe qesh. Edhe shan para shoferave. Janë dëshmitarët shoferat që më ka sharë dhe nga ropt. Edhe se kam hapur gojën se është turp, kam marrë fëmijët, kam ikur, jam larguar. Ma këtë dua të di unë, ku shtet është këtu? Që të hedh ty, sidomos me vajzën që kam unë, shteti do në mandë plumb dorës, do të më jepte punën, do t'i thosh të babës, në muaj do t'i japësh kaq lek saj nëne, sepse po të mban një fëmijë. Ta marrë fëmijën time edhe ta çojë tek ajo që ka gjetur, edhe ta mbaj me depilim, me të larë, me të shplar, me të veshur, me të nxjerr parakullore, edhe ti mbaj fëmijët e mi të dy kur zihen edhe viti ndaj. Jo t'i bëj video nënës kur zihen fëmijët, e to do të fus në burg, se fëmijët unë i kam video kur zihen, edhe kur nuk është baba këtu. Jo video që të hedh fëmijët e mi poshtë, po më u tregu njerëzve që kështu ndodh situata këtu në shtëpi time. Vajza është nuk i hap rrugë. Qartë, kuptoj dhe babari me çka ka në dorë kur i jepin nevrat. Mund të thyej dhe televizor, mund të thyej çdo gjë, siç ta tregoj me foto te derën e madhe. Kryesorin e ka thyer me çelca, i ka rënë. Kështu i bie dhe djalit me themër në zemër, e ka nxjerr natën shunin që të merrte frym, po nuk mund ta vrasun tani apo. Sa jo unë do t'i jap të krah ta mbaj. E qartë. Kush gjykat edhe të vajta në apel para 3 ditësh? Dhe ke bërë shumë mirë që e ka apeluar. Vajta në apel para 3 ditësh, edhe ta jap edhe letrën ato gjyqtarët, edhe qava dhe ja tregova historinë si ishte, edhe ja lan prap urdhën e mbrojtjes, ndërkohë që ai kalon me një shkallë. Unë derën time nuk e kyç natën, vjen ha edhe bukën e fëmijëve që kam unë këtu. Kur ndërkohë shteti i thotë që unë jam e dhunshme. Po si vjen në shtëpinë tënde ai? Vjen në shtëpi. Pa ai është ka marrë urdhër mbrojtje, se ka frikë nga ti. Vjen në shtëpi, edhe djali e di, për shpirt vllajt, vjen në shtëpi, kam derën hapur. Unë jam shtyri në krevat, edhe vjen në shtëpi, ha mishin me patate, ha bukën, ha frigoriferin, ha ça do aty, edhe ikën si zotnik. Kur të unë zbret e shkallë, du t'i them ne gjë, mos u afro se je me urdhër mbrojtje, marr policinën.
mua të më shpjegoj diçka shteti, edhe ato gjyqtarët, sa po isha në gjyq dhe më thanë urdhë mbrojtës dhe i thash të lutem, unë si nën dua të shkoj te puna, të punoj për fëmijët, te puna ime, te puna, të shkoj te puna, si nën kërkova këtë, edhe si jep urdhë mbrojtje dhe ishim me mua 17 aty 2 herë, edhe mbrëmas ditën darkë erdhi këtu. Edhe djali e di shumë mirë, 2 darkë si ka rënë derës. Kjo nuk ka logjik, që ai kur I ka rënë derës, është djali i shmitar, 13 vjeç, i ra derës. Edhe unë kur bëj vllajin, më kam mbaruar çdo gjë, po shpirt vllajt ai vjen këtu. Unë derën nuk e mbyll me çelës. Unë me fret, prap nuk dua shërë dhe ja hap derën, po më thot një piçik shaqim, je pa buk qa ke aty, ja shtroj, ja vet bukën për para, unë si e smur dhe e keqe. Qofsh ti që je, që i bën ke Jo, po ta them dhe ta marrin shembull të gjithë, që unë si nën që ai pretendon, edhe me dashnore, më fal, dhe me dashnore, edhe me tjetër, dhe i bie derës nënës këtu. Edhe kur ka keq që i bën blok ajo, vjen më merr mua, e kam me kamerë, e kam në telefon, më merr me kamerë. Ku je? Ku ike? Ku ike shpap? Se s'hape telefonin. Mbrëm, 2 ditë para, i thot vajzës tuaj mami të vi poshtë. I them gocës të lutem, jam në gjuhë mos na zgjat, të kërkon babi poshtë. Po ky është më urdhë mbrojtje si shtuar natën vetë poshtë atje. Apo ja logjika. E kuptoj qartë situatën, e kuptoj... që një njëri mund të ketë problemin e vetë, edhe vjen edhe jam duke hequr shumë gjëra në jetë, vjen ha edhe bukën e fëmijëve, dhe kur s'ja kam ndaluar, për atë Zot, fus dorën Kur'an, fus dorën ku të duash, që nuk e kam ndaluar të them, se me urdhë mbrojtje të kyç derën, kam lënë derën hapur, i kam dhënë bukë, ka ikur. Kur kam kaluar të shkallët, me i thënë diçka për fëmijët, mbaj sot ti se dua dalë unë, kam dhe unë nevojë të dalë. Gjë e shurdhër. Edhe dalin këto 3 gjyqtarët në apelin ku isha para 8 ditësh, edhe qanë kjo atje dhe ja i thot, je i kërcënuar akoma? Po, vënd të thoshte që unë me nënën e fëmijëve kam rregulluar çdo gjë dhe jemi mirë, vajti ma futi prap mua dhe unë dua urdhër mbrojtje se jam i kërcënuar. Nga kush je i kërcënuar kur vjen hap bukën tavolinë këtu? Këtë dua të di nga shteti dhe nga të gjyqtarët, që ishin femra, o zemër ishin femra, se po t'ishin burra, do i thosha që nuk kuptuam dot nga femëria, nuk kuptuam dot nga dhimbësuria. Kur ti je femër, je nën, ti do më kuptosh mua se ku më vjen zemra, edhe unë ty. E mendoj si për veten time, nuk e mendoj se erdha bëra gjyqin, bëra punën time këtu tani, edhe ika. Po ti kur të ka vënë shteti për diçka, ti psikologjizë atë gjë, se ajo gjë po vret, po dërmon 2 fëmijë. Unë si nën po e ngres zërin, po asnjëri nuk po më ndihmon. Atëherë çfarë duhet bëj unë? Vras veten apo të vras fëmijët? Çfarë duhet bëj unë si nën? E dashur, do doja që ditën e sotme ti përcjellë një mesazh burrit tënd. Do doja që ti përcjellësh një mesazh asaj që ka hyer në shtëpi edhe po dërmuan pilotët e fëmijëve natë për natë. Po nëse ai, ta them edhe këtë si nën, edhe do më thuash çfarë po thua. Po do ta them, nëse ai largohet ajo tjetra, i kthehet me sekonda tek ne. Kthehet me sekonda tek fëmijët. Unë do ta respektoj si babën e fëmijëve. Po të paktën do jetë me fëmijët, do ta lej derën e hapur ai, nëse vajza tjetër largohet. Unë këtë gjë e kam të provuar. Ne jemi të dyja së bashku live. Imazhi jot është i mbuluar, por jam e sigurt që partnerja e bashortit tënd do na ndjeki. Çfarë do i thuar sot? Sepse kërkon asaj të japësh një mesazh. Dua që unë si nën, edhe ja kam dhënë disa herë nga klientët ose nga njerëzit e tjerë të afër që e njohin, unë si nën, se nëna 2 fëmijëve që fritemi qajnë edhe lëtojnë edhe rrin pa bukë. Do mos goca e do babën shumë që ta ketë afër, do t'i thosha si nën, jo se s'ka mundësi ta bëj jetën time, edhe të dalë edhe ta lej burrin ose të bëj divorcin ose jam shumë okay, por do të doja t'i thosha diçka. Si nën edhe një si femër, do t'i thosha të lutem, largo, dëmton 2 fëmijë, një vajzë 22 vjeçe që është jo është e smurë, është me pak autizëm, edhe djali 13 vjeç që qanë dhe thotë do vras vetën, qofse bëhet divorci dhe po më tallin shokët dhe po më tallin tërë njerëzit. Do i thosha si Sonila, largohu të lutem, se gjërat nuk janë ashtu si të mashtron tjetri,
Po ndërkohë, le të doj, le të vi, të më flasi dhe mua si nën, të më ullët dhe sqaroj nga afër çdo gjë. Se po të largohet vajza, tjetri vjen në shtëpi, edhe mban fëmijët edhe nuk e ka i për turp, se ja ka bërë disa herë, edhe vjen mblidhet tek fëmijët. Por vetë Jo tek mua, se unë Por vetë babait të fëmijëve do dojë t'i thoshe diçka? Ja kam thënë shumë herë, po do t'i thosha prapë që është turp në këtë gjendje tani, ai 45 vjeç, unë 40, të arrijmë në këtë gjendje të tradhtia, edhe mos t'i japin një mbështetje fëmis, goca që do më shumë, edhe djalit, që djalin e ka 13 vjeç dhe e ka si yll, edhe mund t'i drejtoj edhe firmën. Ai do t'i thosha të lutem, kjo është mesazhi i fundit, që të largohet edhe çdo gjë të vi të kthehet tek fëmijët, edhe jo tek këto budalliqet, se janë budalliqe dhe janë maskaralliqe shumë të pa besë ndaj familjes. Se shkojnë edhe flet, budalliqe për nënën, edhe të tjerë nuk e din, edhe thotë që nëna është e smur. Jo, nëna nuk është e smur. Nëna është duke rritur 2 fëmijë, edhe më shumë nga nënat e tjera po vuaj, sepse po mbaj edhe një fajz që nuk kupton nga jeta dhe nuk kupton në diçka që të hedhë një hap përpara, por qanë edhe thotë e ke fajin ti, se ti E dashur nuk e do Storika, babin. unë jam e sigurt që pas këtij live-i mund të më kontaktoj babai fëmijëve të tu apo partnerja e tij e re, padyshim që do mbetemi bashkë të dyja në kontakt. Unë do them forca, mos u dorëzo dhe uroj më të mirën për ty dhe fëmijët e tu. Kështu që do mbetemi bashkë në kontakt dhe të përqafoj nga Tirana. Të uroj gjithë mirat dhe shpresoj gjithmonë ndjek këtë emisionin tënd dhe je një femër e fortë, edhe ndihmon shumë njerëz dhe besoj se edhe mua do jem një nga ato njerëzit që kanë ndihmuar, do jem edhe unë aty tek ata. Që zëri juaj të dëgjohet. Për punën që bën. Të përqafoj. Mirupafshim. Je shumë më mirë. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me një tjetër histori, me një tjetër denoncim. Mirupafshim.